Të rinjtë të cilët kanë fituar të drejtën për të votuar për herë të parë në zgjedhjet e 11 majit janë informuar dhe ndërgjegjësuar për rëndësinë e ushtrimit të kësaj të drejte, analizimi i programeve të kandidatëve politik, bashkëbisedimi me ta, si dhe mënyra se si do të votojnë, një sqaruar hap pas hapi nëpërmjet takimeve informuese ku studentët e gjimnazistët janë bërë pjesë. Ne kemi marrë një informacion shumë të gjerë dhe na është nxitur të menduarit kritik për analizimin e programit të secilës parti dhe sot takimi me eksponentët na e ka bërë akoma më të prekshëm gjithë informacionin dhe në mënyrë që ne t'i zhvillojmë ato pyetjet tona për pasur absolutisht asnjë paqartësi në 11 maj dhe prandaj ndihem akoma më e sigurt për të votuar. Unë jam informuar mbi shumë tematika dhe mendoj se tani kam një pikpamje më të qartë për kandidatin cilin do votoj. Drejtoresha e People in Focus, Armela Barçi, e cila është marrë me zbatimin e këtij projekti, ka sqaruar se ashtu si në Shqipëri, ai është aplikuar edhe në Francë, Itali dhe Spanjë. Për gjatë këtij viti, në fakt, ne kemi pasur me eksperiencë dhe kemi pas marrëdhënie me shumë të rinj dhe kemi parë një interes të shtuar të rinjve për të parë situatën politike në vend dhe për të marrë vendimet e duhura. Megjithatë, qëllimi kryesor në fakt i projektit ka qenë sepse në bazë të studimeve të ndryshme është vënë që të rinjt duan të angazhohen, por angazhimi i tyre vjen me metoda të reja. Edukimi i votuesve të rinj synon të nxjisë edukimin qytetar si dhe përgatitjen e të rinjve për pjesëmarrje aktive në zgjedhjet e 11 majit.